Vllaznia në voleybol për meshkuj është mundur sonte në Pallatin e Sportit që ndërvishi nga studenti 1-3. Me trajnerin e vllaznisë Sartan Kalaja, profesor, një set i parë shumë i mirë, u duk sikur do të vjonte me këtë optimizëm, por u thyet në vazhdimsi. Me të drejtën ne kena hime fitu, por ajo që është, kjo neshe nuk ishte vlerë as për ne as për studentët. Pasi vendet ishin vendosur në marrim të kampionatit dhe ne tashti jena në para play-off, jena me vendin e tretë. Vendi i tretë është Tirana në vendin e tretë, që është një skuadër e mirë. Unë mendoj që vendi i dytë që është Foça, Tirana vendi i tretë, Durrësi vendi i katërt, studenti dhe Durrësi vendi i katërt dhe i pestë dhe ne vendi i gjashtë jena në të njëjtin nivel. Dhe unë mendoj që ne nuk do të jemi në këtë gjendje. E vetmja gjë pozitive është se ne kena provu më tepër lojën e qendër në pozicione të ndryshme, kur vjen topi i parë në pozicione të ndryshme dhe ka funksionu më tepër. Kena gjana për me riparu, po ajo që duhet të riparojmë është besimi në fitore. Pavarësisht se në këtë neshje ne kemi hyrë për të fituar, ajo përgjithësia e fitores dhe humjes nuk ekzistote dhe unë mendoj ky ka qenë shkaku kryesor i kësaj loje të dobët që ne zhvilluam. Nuk është loja e jonë kjo, loja jonë është lojë që bëme në Durrës, që humbë 3-1, po me 29-27, 25-23, 26-24, kjo është loja jonë. Loja jonë është loja që humbë me Tiranën 17-15 që jetin final. Prandaj unë besoj të ekipi, besoj të djemtë që ne do ta kalojmë turrin e parë, që është vendi i tretë me vendin e gjashtë, që do të thotë Tirana me vllaznin. Aty do të hedhim të gjitha forcat. Mendoj që akoma ne i shpresojmë për fitore dhe ashtu do të ndodhim. Është vështirë profesor për ta kaluar Tiranën? Patjetër që është vështirë, se t'ju thash edhe në fillim të intervistës që janë 5 skuadra që janë të njëjtit nivel. Dhe duke qenë në njëjtit nivel, ashtu siç mundesh me ashtu mundesh me fitu. Ose siç mund ta fitosh edhe mund ta humbësh. Unë them që ne jeni të barabartë me këto 5 skuadra, nga vendi i dytë deri te vendi i gjashtë që jena ne. Kështu që asgjë s'është e pamujtur, as fitore as humja. Por unë humjen nuk e mendoj fare, unë mendoj që djemt do të reflektojnë dhe do të e vetmja gjë që unë i vë fajin është mos përgjithësia e kësaj neshje. Nuk ishte as për studentin, as për ne. Ju pat një set perfekt në setin e parë, por pastaj pat ajo sepse ne akoma na duhet edhe pak punë, edhe besoj që do të arrijmë te fitoria. Në fakt kolegut tuaj të studentit i cili e pranoi në intervistën përpara jush theksoi se i duhej fitore për një vend më shumë në renditje. Po ne nuk ju duhej vendi për vendin e katërt, po katërti do të lozin në 5-in që është ka mundësi të jetë Durrësi, kështu që nuk është ndonjë problem për ne. Ne na duhet vendi i tretë që është Tirana që duhet ta fitojmë. Dhe ne po fituam me Tiranë, ne nuk kemi na punë me mundesh me studentin e. Kur do të luhet vllaznia Tirana? Tashti presim shumë shpejt konfirmimin nga federata, sepse sot është dita fundit që kanë marrë dhe shumë shpejt do të na vinë datat. Atëherë do t'i lajmërojmë ju. Dhe çfarë pritet të riparojë vllaznia deri te kjo përballje me Tiranën? Do të pritet të riparojmë tempin dhe besimin fitore. Sukses, profesor. Faleminderit.